këto 12 vite mesazhin e ndarjes me 11 maj nga pashiqi shqiptar, shqipfolës, i cili u bëri shqiptarve të këqijat më të mëdha që ata kanë njohur në historinë e tyre. Çdo dibrane dhe çdo dibran, çdo shqiptare dhe çdo shqiptar, me 11 maj takohet me historinë. Me 11 maj merr vendimin e tij solem për të ndarë Shqipërinë nga diktatura e krimit, drogës dhe vjerimit shqiptarve, për të ndra kombin, për të ndalë kombin nga një rrokullisje që se ka njohur në shekuj e shekuj me radhë. Të dashur miq, fatbardha, mësuesje e nderuar, udhëtuese Edi Rama e la shkollën e la në Dibër, shkollën pa fëmijë, shtëpinë bosh. Do të shtoja me dhimbje shumë të madhe, shkollën pa fëmijë, shtëpinë bosh dhe djepin bosh. Kur ndonjëherë si kombë, kur as një luft, as një fatkeqësi nuk na ka boshatisur ne në këtë mënyrë. Po vi nga mati, një matjane e zonja, e aftë, e shkolluar mirë, por që ka ardhur të punoj për matin dhe Shqipërinë. Njoftoj se mati vitin që kaloi kishte 13 lindje. Erseka në një vit pati vetëm një lindje. Kur ndonjëherë ne nuk kemi zbrazur, nuk kemi boshatisur në këtë mënyrë. Çfarë ndodhi me ne? 12 vite miqtë e mi. Lëvizjen e lirë. Lëvizjen e lirë. Këtë të drejtë madhore të çdo qytetari, Edi Rama e përdori për të përzënë shqiptarët nga Shqipëria. Edi Rama me regjimin e tij përdori kundër shqiptarëve armë më të egra të regjimeve më të shtjerëzore, përdori varfrin, njerimin, pamundësin, skamjen, për të boshatis Dibrën, matin dhe Shqipërinë. Edi Rama, për 12 vite, qeveris për 12 vite,